Blerim Kaboçi, doktor, a nuk mendon se do t'ishte më mirë që në garë të ishin edhe kandidatë të tjerë, kushdo që aspiron të nënshtrohet garës? A vërtet mendoni që ju mund t'jeri në garën brenda PD-s? A nuk mendoni se janë një gabim zgjedhjet me një kandidat? Faleminderit për pyetjen. Spari të garantoj se kjo garë ka qenë është dhe do mbetet të hapur. Një. Së dyti, kur kjo parti nuk do mund të pranoj bashkëpunëtor krimi, bandash dhe të qeverisë. I dashur mik, mos harro se në 2021 në fuqi ishte projekti Shqipëria pa opozit, ose fasad opozit. Dhe në këtë kuadër, çdo demokrat është i mirëpritur nga garë. Por, jo bashkëpunëtorët e qeverisë dhe të krimit. Nuk ka forcë politike në botë që pranon një gjatë tillë. Së dyti, ju jeni antar i Partisë Demokratike dhe mund të lexoni. Çdo parti politike në botë për kandidaturat për kryetar bashkie, për kryetar partie dege, për kryetar partie në qendër, edhe çka zgjidhet me votë, ka kritere. Jashtë kritereve nuk ekziston. Pra ka një, pa kritere nuk mund të zgjidhet njëri. Nuk mund të zgjidhet. Këto kritere nuk janë caktuar në këtë garë. Këto kritere kanë ekzistuar. Çfarë janë këto kritere? Disa vite eksperiencë drejtuese në pozicion vendor dhe qendror. Asnjë njeri që ka plotësuar kriteret, ose asnjëri që ka plotësuar këto kritere nuk është përjashtuar dhe nuk mund të përjashtohet nga gara. Prandaj, unë njerëzisht ju kërkoj të bëj konkret në shqyrtimin e setilit rast. Por, tani vim të gara, jo jeni gabim, këtu je gabim. Ju lutem studioni, lexoni. Në 75% të gjitha rasteve ku votimi është një antar një vot, gara është pa kandidat rival. Në 75% të raste, më falni, kur nuk është dhënë dorëheqja. Në rastet kur drejtuesi jep dorëheqjen, nuk merr pjesë në garë, këtu shanset për 2 apo 3 kandidat janë më të mëdha. Kurse në të gjitha rastet kur drejtuesi vazhdon të jetë në garë, të qëndrojë në garë, nuk ka kandidat të tjerë në këtë referendum. Pse nuk ka kandidat të tjerë? Sepse, jo se ka asnjë pengesë, por sepse nuk dëshirojnë të marrë një hap të pasigurt për veten e tyre. Ndaj dhe, edhe një herë, në të gjitha rastet të studiuara, në të cilat kandidati që vazhdon, drejtuesi që drejton partinë, qëndron në garë, kandidat të dytë në 75% rasteve nuk ka. A është kjo garë plotësisht legjitime? Legitimiteti i kësaj gare përcaktohet nga vota e lirë e antarësisë. Kjo është gara më e plotë, më eprore se çdo garë tjetër. Është referendum për kryetarin e partisë. Ani, në këto kushte, do të kërkoja të refuzoni me përshëmbim propagandën. Shikoni çfarë ndodh.
ka një muaj që mafia mediatike e fjalës lirë përqendrohet të gara në të cilën kryetari i Partisë Demokratike do votohet sipas parimit një antar një vot. Në një kohë kur kryetari i Partisë Krimit është votuar për herë të fundit në vitin 2009 dhe nuk është votuar asnjëherë gjërë sot. Shikoni çfarë sklevrish janë këta. Në vend se të bien borive, sirenave të alarmit për njëri që nuk votohet, po që grabit votën, përpiqen të përbaltë një proces i cili është në llojin e vet më i gjeri më demokratiku, ku voton e gjithë antarësia. Tani të themi gjë. Këtu unë jam Sali Berisha. Kur nuk kam lejuar, nuk i lejoj vetes të operoj me falsitete. Pra të krijoj kandidatura, t'i lutem dikuj që kandidoj jo absolutisht. Sa herë kanë ardhur, i kam mirëprit, i kam respektuar, kur nuk ka ardhur, nuk ka ardhur. Po ndonjëherë jetën time se kam bërë s'do ta bëj atë. Ndaj dhe kjo garë është gara më moderne, që zhvillojnë 75% të rasteve, sigurisht po të kishte kandidatur tjetër, edhe më mirë do ishte. Por, vota një antar një vot është forma më supreme e zgjedhjes. Linord Gërmonji, po afrojnë zgjedhjet e brendshme në parti dhe në forumet drejtuese. A do të ketë një hapje më të gjerë të Partisë Demokratike ndaj shoqërisë civile, profesionistëve, akademikëve dhe figurave të reja publike? Po, Partia Demokratike do të realizojë një hapje të re dhe në rast se më pyesni ju mua, ky program, ky kuvend që mblidhet do ketë si objektiva madhore ripërtritjen e partisë, programin e saj modernizimin e partisë. Një parti moderne. Këto do të jenë shtyllat kryesore dhe natyrisht kryengritja paqësore si rrugë e realizimit të objektivave.